Nga një fëmijë me ëndra të mëdha dhe topin gjithmonë pranë këmbëve në një emër që sot përmendet me respekt në futbollin evropian. Fisnik Aslani nuk u bë superlojtar brenda natës. Pas çdo buzëqeshje fëmijërore fshihej disiplinë, sakrificë dhe besim i palëkundur që puna e ndershme do të shpërblehet. Si 17 vjeçar, ai kishte shënuar gol kundër Serbisë me Gjermaninë U18. Në vitin 2023, Aslani zgjodhi të përfaqësonte Kosovën. E 2 vite më vonë, ai shënoi 2 nga golat më të rëndësishëm në historitë të Dardanëve. Fillimisht me golin e tij, Kosova fitoi kundër Suedisë. Dhe pastaj ai shënoi edhe kundër Slovenisë për ta mbajtur gjallë ëndrrën e madhe të Kosovës për kualifikim në Kupën e Botës. Sot Aslani është 23 vjeçar dhe lojtar që po kërkohet nga ekipet më të mëdha evropiane.